Po edhe të ankoheni për ligjin edhe të më ktheni mua kurrizin sikur nuk shkon mor burr. Megjithatë, shumë faleminderit për këtë lehtësim që i bëni fjalimit tim, sepse më mirë shpina se fytyra juaj. Dhe dua të them që jam thellësisht i prekur nga konstatimi i zotit Noka, i cili akuzoi kryetarin e kuvendit për besnikëri të tepruar ndaj kryetarit partisë, ndërkohë që zoti Noka e ka besnikëri ndaj kryetarit partisë monopol. Dhe nuk ka autoritet konkurrence që ja vë në dyshim monopolin, madje unë do ta quaja besnik Flamur Noka. Kështu që Niko është jashtëzakonisht larg teje Flamur, as mos e ki merak fare se ty në historinë e Shqipërisë mund të afrohet vetëm Shefqet Peçi, ndërkohë që në historinë e botës je rrot më rrot me Lejfenin. U ngacmova nga Ky është një opinion që mund ta diskutojmë. Ndërkohë u ngacmova edhe nga një deputet tjetër. Duhet të ndani juve, duhet të ndani opinionet nga ofendimet. Tjetër opinioni, tjetër ofendimi. Edhe duhet ndani opinionet nga akuzat. Tjetër opinionet, tjetër akuzat. Ndajni këto edhe jeni rregull me rregulloren. Ndërkohë që unë ngacmova dhe nga deputeti që e falenderoj që po më rri përballë, kjo tregon që ligji nuk e ka afektuar, dhe dua t'i them që po isha në Bruksel, edhe Shqipëria hapi të gjithë kapitujt e negociatave, dhe me që më pyete çfarë mendojnë ata për luftën kundër korrupsionit në Shqipëri, po të them që ata mendojnë se si sot korrupsioni nuk është luftuar ndonjëherë në historinë e këtij vendi. Sepse po të mos e mendonin këtë, nuk do t'i hapnin kapitujt e negociatave, dhe në ndërkohë juve nuk e keni kuptuar akoma që në këtë vend punët janë ndarë. Dhe për sa kohë do vazhdoni të bëni këtu prokurorim popullore, për aq kohë do vazhdoni të jeni aty ku jeni dhe gjithmonë më të kurrur. Tani, natyrisht që këtu nuk jemi për diskutuar për ju, po me që më ngacmonin sa herë ju shoh dhe prandaj nuk vi që të mos ngacmohem. Ju thash disa fjalë lidhur me sa thatë, ndërkohë që dua ta nis pikërisht me varfërinë dhe me të ardhurat. Sepse pikërisht këtu tek raporti me varfërinë qëndron edhe arsyeja pse ne jemi sot mandat në 4. Dhe dua ta nis duke cituar Eurostatin, Institutin Evropian të Statistikave. Shqipëria ka një nivel më të ulët rreziku për varfëri sesa Serbia, sesa Malizi, sesa Bullgaria dhe sesa Turqia. Dhe Shqipëria është më pranë mesatares së Bashkimit Evropian në këtë aspekt. Këtë e thot Eurostati, nuk e them unë. Po vazhdoj me një tjetër burim serioz që përsëri nuk është burim qeveritar,
lidhur me ndryshimin e peshës së ushqimit në buxhetin e familjeve shqiptare, i cili ishte afro 50% si peshë në buxhetin familjar kur ne morëm detyrën, dhe sot është nën 40%. Ndërkohë që, sipas Bankës së Shqipërisë, jo sipas Qeverisë së Shqipërisë, të ardhurat e disponueshme reale të familjeve shqiptare janë rritur mesatarisht 4 deri në 5% në vit në periudhën 2021-2024. Dhe po e mbyll me Fondin Monetar Ndërkombëtar, i cili jo më larg se pak ditë më parë tha Shqipëria është ndër ekonomitë me rritjen më të shpejtë në Europë. Me politika fiskale dhe monetare të kujdesshme. Këto janë burime të pa dyshimta për pavarësinë e plotë tyre nga qeveria e Shqipërisë dhe nga shumica parlamentare në Shqipëri. Ndërkohë që dëgjova këtu se në Shqipëri pas ka një taks korrupsioni dhe dëgjova edhe që me 450 milion euro të inceneratorëve mund të bëhej një rritje agresive e pensioneve. Problemi është që ky 450 milion euroshi është thjesht aritmetika e ati që mua më mungon shumë, por që e kujtoj përmes jush, 7-7-42. Ky konstatim nuk figuron asgjë kundi në asnjë nga fashikujt e një çështje të hetuar thellësisht prej shumë vitesh, ku jo 450, po as 45 nuk duken asgjë kundi. Që do të thotë që gënjeshtrat tuaja të vetëdijshme apo të pavetëdijshme janë me 10 herë mbi realitetin. Për sa i përket tunelit Llogaras, dua të them se ai 50 milionshi është si 450 milionshi i inceneratorëve. Dhe në ndërkohë rrini fort ligjit andej. Në ndërkohë natyrisht që sot pikërisht pse drejtësia është e pavarur, shqiptarët i referohen drejtësisë edhe nuk i referohen atyre që duan të bëjnë prokurorin rrugëve dhe që pastaj kur dalin në rrugë mbeten kashte koqe, siç më thanë se kishin mbetur përpara një 2 netësh. Dhe e fundit që kam në këtë aspekt është kënga e mjerueshme e fondeve të bujqësisë. Dua t'i them shqiptarëve se Olafi, i cili bën hetime për llogari të Komisionit Evropian, për vitin 2019 dhe 2023 nuk ka gjetur shkelje të njëjtës natyrë siç ka gjetur në Shqipëri, vetëm në këto vende: Luksemburg, Maltë, Qipro, Irlandë dhe Hollandë. Ndërkohë që shuma e vendosur nga Olafi përpara vendeve të tjera të Bashkimit Evropian, që nga Italia tek Greqia, nga Hungaria tek Portugalia, nga Bullgaria tek Danimarka dhe Estonia, nga Polonia tek Rumania, është mbi 1 miliard euro. 1 miliard euro që në konsideratën e zyrës së hetimit të Bashkimit Evropian janë të keq
administruara. Kështu që duhet të mësohemi edhe me këtë aspekt, sepse jemi pranë Bashkimit Evropian dhe thjesht duhet të ulim kokën, të korrigjojmë çfarë mund dhe duhet korrigjojmë dhe gjithmonë të jemi të hapur për të korrigjuar përmes jo ndërhyrjes apo refuzimit të auditeve apo tetimet pavarura, por përmes respektimit tyre. Edhe kjo është një arsye pse kemi hapur gjithë kapitujt, edhe kjo është një arsye pse shqiptarët na besojnë ne dhe jo juve. Në ndërkohë, ky buxhet është një buxhet historik për Partinë Socialiste, sepse për herë të parë adreson në mënyrë domethënëse dhe të qëndrueshme përmes një angazhimi financiar afatmesëm prej 1.7 miliard eurosh rritjen e mbështetjes së pensionistëve. Dhe e mira e kësaj pune, që gjithmonë vjen pastaj në favorin ton, është se fjalët i merera, faktet mbeten, dhe në ndërkohë ato që dëgjojnë njerëzit nga foltoria apo nga tryezat e këtij parlamenti kanë mundësi të vërtetojnë në muajt dhe në vitet që vinë, siç i kanë vërtetuar të gjitha ato që ne kemi thënë. Kështu që sa më shumë do të thuhet që ne nuk po rrisim pensionet, aq më shumë pensionistët do të binden se nuk ka asnjë alternativë tjetër në Republikën e Shqipërisë për ta dhe për niprit dhe mbesat e tyre përveç Partisë Socialiste të Shqipërisë. Vijojmë me mbrojtjen shoqërore. Mbrojtja shoqërore arrin sot me këtë buxhet në 257 miliard lek, ose me një rritje prej 11.6 miliardësh, që e thënë ndryshe janë 116 milion euro. Kjo shumë për mbrojtjen sociale, ndërkohë që nga një anë varfëria ulet, nga ana tjetër papunësia ulet, është më shumë se sa 2 fishi i mbrojtjes që kishin shqiptarët kur ne morëm detyrën. Më tutje, pensionistët janë kryefjala e këtij buxheti dhe do të jenë kryefjala e këtij mandati. Por pa diskutim, pa harruar edhe ata që vazhdojnë të jenë në skemën e ndihmës ekonomike, pa harruar përfituesit si persona me aftësi të kufizuar dhe pa harruar edhe domosdoshmërinë për një qasje të re dhe një shtysë të re në aspektin e strehimit, e duke mbetur besnikërisht pranë të gjitha familjeve të reja me vazhdimsinë e bonusit të bebes. Nga ana tjetër, jemi sot në një tjetër vit, me një tjetër buxhet dhe me një tjetër paket fiskale, por mbetemi besnikërisht të palëvizshëm nga pozicioni ynë se deri në vitin 2029 biznesi i vogël nuk do të paguaj tatim fitimi. Dhe atyre që flasin për varfëri dhe që flasin për papunësi dhe që flasin për taksa, duhet ju them se Shqipëria ka nivelin më të lartë të biznesit pa TVSH në të gjithë Europën. 100 deri në 100.000 euro xhiro, biznesi nuk paguan as tatim fitimi, as TVSH. Ndërkohë që deri 140.000 euro nuk paguan vetëm tatimin e fitimit. Dhe në këtë pikë jemi pa diskutim jo vetëm shumë më lart
në të gjithë rajonin në mbështetje të biznesit vogël, por me herë. Mjafton t'ju them që pragu i të VSH-s për bizneset vogël në vendin fqinjtë Maqedonisë Veriut është 16.000 euro. Nga ana tjetër, një tjetër zotim i dhënë në pranverë dhe që mbahet në këtë buxhet është rritja e pagës minimale që qysh prej janarit do t'jetë 500 euro. Dhe do t'jetë një pagë që do të vazhdoj të rritet brenda mandatit 4 me objektivin ambicios që deri në fund të këtij mandati paga minimale në Shqipëri të jetë 700 euro. U fol këtu për një falje të madhe, është e vërtetë. Është një falje e madhe që përmes pagjes fiskale do t'i bëhet të gjithë sipërmarrjes, duke i dhënë mundësinë që të mbyllë të gjitha çështjet e vjetra, duke ushqyer më tepër besimin dhe bashkëpunimin ndërsjellë me sipërmarrjes dhe administratës tatimore dhe duke lehtësuar marrëdhënien mes tyre e duke lehtësuar edhe kostot administrative të sipërmarrjeve. Prandaj i ftoj të gjitha sipërmarrjet të lexojnë me kujdes paketën tonë fiskale dhe t'i referohen faljes detyrime tatimore që do të bëhet në 4 forma. Fshirje plotë e detyrimet papaguara më të vjetra se 10 vite, fshirje 50% e detyrimeve të periudhës 5 deri në 10 vite, nëse pjesa e mbetur paguhet me njëherë, me fshirje totale të gjobave dhe të interesave, fshirje 25% e detyrimeve të periudhës 5 deri në 10 vite, nëse pjesa e mbetur paguhet me këste brenda vitit, gjithashtu me fshirje të gjobave dhe interesave, dhe fshirje i gjobave dhe kamatvonesave për periudhën 1 deri në 5 vite, me kusht që të paguhet i plot tatimi dhe kontributi i asaj periudhe. Kështu, bizneset jo vetëm do të kenë mundësi të lehtësohen nga kjo barë e vjetër, por do të kenë mundësi të korrigjojnë deklarimet dhe pasqyrat e mëparshme financiare. Për diferencën e korrigjuar vullnetarisht mes deklarimit vjetër dhe atij të riu, tatimi i fitimit do të jetë vetëm 5%. Sipërmarrja mund të angazhohet të rrisë me 18% fitimin e tatueshëm krahasuar me vitin e kaluar dhe çdo fitim mbi këtë nivel do të tatohet me vetëm 5%. Kjo është një marrëveshje e re, një marrëveshje kuptim plot dhe një marrëveshje transparente në funksion të fuqizimit të ekonomisë dhe pa diskutim edhe në funksion të lehtësimit të kompanive e të rritjes së mëtejshme të ekonomisë. Më tutje, dua të them se në ndërkohë buxheti bën edhe një rritje tjetër, domethënëse të pagave, pasi rritja e pagës minimale nuk është vetëm një rritje e pagës minimale në vetvete, por është edhe një shtytje nga poshtë lart për të rritur pagat më sipër. Dhe faktikisht duhet kujtuar se e filluam me përjashtim nga tatimi mbi pagën i atyre që kishin pagë minimale 300 euro. E vazhduam më pas me ata që pagën minimale e morën 400 euro dhe sot do ta vazhdojmë me ata që pagën e kanë 500 euro, që përbëjnë rreth 35% të tatim të punësuarve. Paga minimale në Shqipëri, kur ne morëm detyrën, ishte vetëm 157 euro. Ajo sot shkon në 500 euro dhe në ndërkohë duhet ta mbajmë mirë parasysh se pesha
e të punësuarve me pagë minimale në tregun e punës ka rënë nga 60% në 14%, gjë që tregon një rritje të vazhdueshme drejt pagave më të larta. Ne kemi dyfishuar pagën mesatare në sektorin privat, e cila sot është shumë më e lartë se ç'ishte, dhe e kemi çuar pagën mesatare në sektorin publik në 1.000 euro, ndërkohë që paga mesatare e përgjithshme është 840 euro. Për herë të parë do të fusim edhe indeksimin periodik të pagës çdo 2 vjet për administratën publike, në mënyrë që të vazhdojmë të fuqizojmë familjet dhe të mbështesim rritjen e standardeve të jetesës. Gjithashtu kemi parashikuar përsëri për herë të parë dhe rritje diferencuara pagash për të mbështetur më shumë punonjësit me paga më të ulta dhe për të siguruar një shpërndarje më të drejtë të kompensimit të gjithë administratës. Kështu si më poshtë 10.600 punonjës shërbimi, sanitare, shofer, teknik, aktivist, arkivist, magazinier, protokollist, do të përfitojnë nga rritja e pagës minimale me 10.000 lekë të reja në muaj. Specialistët administratës publike do të përfitojnë 5.000 lekë të reja në muaj. Mësuesit do të përfitojnë 3.000 lekë të reja në muaj dhe në shëndetësi për herë të parë, përveç indeksimit vjetor, do të fillojë dhe llogaritja e vjetërsisë në punë, gjë që pagën e mjekut përgjithshëm për shembull do ta çojë nga 131.700 lekë në 143.500 lekë, ndërsa pagën e infermierëve do ta çojë nga 87.000 lekë në 92.500 lekë. Të njëjtën gjë, përveç indeksimit me rritjen për vjetërsinë në punë do të bëjmë dhe për punonjësit e policisë shtetit, që për gradat më të ulta do të kenë një rritje mesatare prej 5.000 lekësh të reja në muaj, dhe pastaj, sipas vjetërsisë në punë, për inspektorët nga 18.500, paga do të shkojë në 84.500, ndërsa shtesa do të shkojë në 100.000 lekë. Nën komisarët 95.500 do të shkojnë në 100.000 lekë, me shtesa do të shkojnë në 116.000 lekë. Komisarët sot janë 105.000 dhe në total do të shkojnë në 125.000, drejtuesit e thjeshtë sot janë 130.000, do të shkojnë në 156.540 lekë të reja pagë. Kostoja totale e këtyre masave për sa i përket administratës është 100 milion euro. Dhe më tutje dua të theksoj edhe diçka tjetër, sepse flitet për taksa e flitet për barë fiskale, e thash për sa i përket biznesit vogël. Por dua të shtoj dhe se tek biznesi i madh krejt ndryshe nga çfarë thuhet dhe propagandohet, ne jemi vendi që ata që fitojnë më shumë i takson më shumë. Të gjithë vendet e tjera të rajonit, biznesin e madh e taksojnë më pak se sa Shqipëria. Ndërkohë që pikërisht pse nga njëra anë taksojnë më shumë ata që fitojnë më shumë, nga ana tjetër taksojnë më pak se të gjitha vendet e rajonit ata që fitojnë më pak. Pra, biznesin e vogël. Nga ana tjetër, dua të them diçka që është shumë e rëndësishme, sepse ka pasur shumë lloj fjalësh në eterin e rrjeteve sociale edhe në tribunat e propagandës kundër gjithë këtyre masave. Është thënë që po do të rriten pensionet, do të rriten pagat, po do të rriten edhe kontributet. E vërteta është që normat e kontributive që aplikon Shqipëria janë më të ulta se sa vendet e rajonit, por ne nuk do të bëjmë asnjë rritje të kontributeve në këtë fazë. Kështu që
të gjithë duhet ta dinë se gjithçka që do të rrisim në buxhetin familjar për pensionistët, për punonjësit administratës dhe gjithçka do të rritet në buxhetin familjar dhe të punonjësve në sektorin publik si rezultat i rritjes pakës minimale, është vetëm rezultat i rritjes së ekonomisë. Nuk dua të marr shumë kohë, edhe pse do më pëlqente të vazhdoja gjatë me këtë pamje ekskluzive që kam këtu. Jo më pëlqen, por më frymëzon shumë. Më frymëzon shumë. Dhe kështu me faqe për muri ju pafsha shumë e faqen për muri ju pafsha gjithmonë vetëm me shëndet, aman, se na duhen i gjallë. Për sigurinë, drejtësinë dhe rendin kemi një buxhet masiv. Natyrisht është një buxhet që diktohet nga detyrimet tona të patjetërshme në dy drejtime. Detyrimi në raport me antarësimin tonë në NATO dhe detyrimi në raport me drejtësinë e pavarësinë e cilës e garanton vetëm Partia Socialiste e Shqipërisë. Dhe kështu në buxhetin që do të miratojmë kemi një rritje domethënëse të mbështetjes qoftë për mbrojtjen, qoftë për drejtësinë. Nuk dua të marr kohën e kolegëve të tjerë ministra që do të flasin më drejt për drejt për sa i përket aspekteve të përveçme të buxhetit në çdo sektor dhe do të flasin me detaje, por dua të shtoj një element të fundit që është skema e re e kompensimit për fermerët që nuk janë subjekte të TVSH-s. Me këtë kompensim të TVSH-s që do të kryhet drejt për drejt nga administrata tatimore, besoj që do t'i japim një shtytje domethënëse përpara edhe sektorit bujqësisë, duke i mbështetur drejt për drejt fermerët dhe norma e rimbursimit që kemi vendosur është më konkurruesja në rajon dhe vendoset mbi nivelet 5 deri në 8% të vendeve tjera duke qenë në nivelin 10%. Duke e mbyllur, dua të siguroj të gjithë ata që na ndjekin që Shqipëria nuk ndalet. Shqipëria nuk ndalet sepse kemi hyrë në një fazë vendimtare. Një fazë vendimtare që dje mori një shtysë të re në Bruksel, ku jo vetëm hapëm të gjithë kapitujt e negociatave, por jemi të çmuar me notat më pozitive. Dhe jemi të çmuar me notat më pozitive pikërisht sepse jo vetëm i kemi qëndruar strikt të gjitha detyrave dhe praktikisht sot jemi në vendin e parë për plotësimin e të gjitha atyre kërkesave të parashikuara nga plani i ri i rritjes, samiti për cilin do të mbahet nesër apo pas nesër këtu në Tiranë, dhe nga ana tjetër jemi të çmuar posaçërisht pikërisht për atë që mallkohemi non-stop nga ata që sot po më fusin në një borxh shumë të madh me këtë pamje spektakolare që po më ofrojnë. Pikërisht për drejtësinë.
pikërisht për reformën drejtësi, pikërisht për pavarësinë e drejtësisë, pikërisht për respektin ndaj asaj pavarësie dhe pikërisht për faktin që nëse sot Shqipëria për herë të parë në histori lufton me korrupsionin, nëse sot Shqipëria për herë të parë në histori heton pa dallim, nëse sot Shqipëria për herë të parë në histori ka vendosur në të njëjtin nivel me pushtetin legislativ dhe pushtetin ekzekutiv edhe flamurin e pavarësisë së pushtetit drejtësisë, kjo jo vetëm është merita ekskluzive e Partisë Socialiste të Shqipërisë, por në ana tjetër botërisht dihet se Partia Socialiste e Shqipërisë është edhe garantja ekskluzive e asaj pavarësie. Parafytyroni vetëm për një moment se si do ta përplasnin për muri drejtësinë e pavarur ata që për momentin dhe për një kohë të gjatë do vazhdojnë të përplasin vetëm veten. Shumë faleminderit. Faleminderit zoti kryeministër.